والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سبحانه وتعالى falenderojmë salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, ja dërgojmë dhe lutim Allahun të na mëson të dobishmen, pastaj të na sjell dobi nga ajo që mësojmë dhe lutim Allahun të na shton diturinë, të na shton ilmin. Vëllezër, disa tema të ndryshme do të flasim në lidhje me shpjegimin e librit Al-Aqidatu At-Tahawiyya. Ne folëm për dëshirën e Allahut subhanahu wa taala shumë, e cila ndahështë në di lloje: dëshira e Allahut kaunije edhe dëshira e Allahut ash-shar'iyye. Si i bie kjo shqip? Dëshira e Allahut kaunije dhe dëshira apo vullneti i Allahut ash-shar'iyye. Allahu subhanahu wa taala me diturinë e tij të gjerë e ka përfshirë çdo gjë. Po edhe ashtu Allahu sipas diturisë tij e ka shkruar çdo gjë. Te shkrimi i Allahut subhanahu wa taala, i cili është në Lauhul Mahfudh, janë të gjitha ato çështjet të cilat Allahu xhelleshanu i dëshiron dhe është dakord ndaj ato. Por përsëri te Lauhul Mahfudh janë ato çështje që Allahu i ka shkruar sipas vullnetit të tij, por nuk është dakord ndaj atyre gjërave. Jo çdo gjë që ndodh është Allahu dakord ndaj asaj. Jo besimtarët të cilët e ndjekin kufrin, e zgjedhin kufrin, e refuzojnë besimin, e refuzojnë tauhidin, një gjë të tillë ndodhen sipas vullnetit Allahut. Se mos kishin ajo të vullneti Allahut, ata nuk do të kishin mundësi ta bëjnë atë. Por përsëri Allahu xhelleshanu ndaj kufrit, wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuruhu yardahu lakum wala yarda li ibadihi al-kufr. Allahu thot, sikur ju jeni falendërues, dhe falënderimin kur thot Allahu vëllezër, jeni falendërues ndaj Allahut, atë në radhë parë që e ka për qëllim Allahu xhelleshanu është ta falenderosh me besimin e pastër ndaj tij subhanahu wa taala. E Allahu thot, sikur ju jeni falendërues, këto e donaj. Yardahu lakum wala yarda li ibadihi al-kufr. E Allahu nuk është dakord që robët e tij çka ta përqafojnë, ta ndjekin kufrin. E Allahu xhelleshanu këto çka thon, të gjitha me vullnetin e tij, me dëshirën e tij, i ka shkruar në Lauhul Mahfudh sipas diturisë së tij. Po ndaj disa çështjeve është dakord Allahu xhelleshanu, ndaj disave nuk është dakord. Do ta marrim për shembull një i cili i ka një grup njerëz gjithmonë ai ban ato, shembull me autobus. Edhe e din se tamam çato 5 persona çdo mëngjes ndalen te një bar, pin alkohol, edhe pastaj vinë me autobus, pin alkohol, pastaj përsëri mas 2 orëve me çat autobus kthehen prap apo e vazhdoi rrugën. E tash ki personi i çon ato, ki i çon me dëshirën e tij, ama ki nuk është dakord se ato ndalen dhe pin alkohol. Shembull, ai është musliman, është besimtar shoferi. E ato ndalen me bozina, ndalen me vjedh. Ki i din tamam se çka do bëjnë ato. E ki thot, me mos dash une, ato s'mundet, pse? Si marr une. Kjo është dëshira ime. Ama ki nuk është i kënaqet, ki me dëshirën e tij i merr, i çon, domethënë atë punë ka, por nuk është dakord që ato çka edhe me pi alkohol apo me bë punë të këqija. E Allahu xhelleshanu çdo gjë që ka ndodhur vëllezër sipas vullnetit Allahu xhelleshanu. E Allahu nuk është dakord ndaj çdo gjëje që ndodh. Në aspektin sheriatike kemi fjalën. Tash kjo është dëshira e Allahut sheriatike. Sipas fejes Allahu xhelleshanu, fejes së tij që e ka zgjedh për njerëzimin, a e don Allahu kufrin? Nuk e don Allahu xhelleshanu kufrin. A e don Allahu xhelleshanu besimin? E don Allahu xhelleshanu besimin. A edhe është dakord ndaj asaj, shiqoni, edhe është dakord. E Allahu xhelleshanu sipas vullnetit të tij po e ka dëshiruar kufrin, ama nuk është dakord Allahu që robët e tij të bëjnë kufër. Është diçka interesant. Allahu xhelleshanu disa herë robin e tij, edhe pse e don, por disa herë janë ndalon çdo gjëja, disa gjëra që robi me ato mendon se janë të mira për ato,
edhe thot unë du t'i bëj këto me dëshirën e time. Pse? Do të kem pasuri, do të jap zekat, do të shkoj në hax e kështu me radhë. E Allahu xheleshanu robin e tij nuk e le të arrijë te ajo ku ai dëshiron. Pse? Për arsye se nëse arrin aty, ai e pejkalon kufinin. E Allahu xheleshanu e ndalon robin. Ki përpiqet të arrijë dikund, Allahu nuk ja lejon. Që thot pejgamberi alayhis salam me një hadith: "Idha ahabba Allahu 'abdan, hamahu ad-dunya, kama yadallu ahadukum yahmi saqimahu ma." Allahu kur e don një rob, e largon prej dinjos. Çka? Nuk e lejaj me pas pasuri. Atë shumë kujdeset Allahu krejt rrugët e pasurisë janë mbillën këtij, edhe është i kujdesshëm subhanahu wa taala ndaj këtij robit, thoshë ka në shënjestër, edhe pse gjithi ka Allahu shënjestër, por këtë rob nuk e lej Allahu xheleshanu me pas pasuri apo diçka tjetër, e ndalon. Pse? E din Allahu se ajo e dëmton atë rob dhe ja ndalon Allahu xheleshanu. Nuk e lej me arrit atij. Disa herë Allahu xheleshanu urdhëron për disa punë, edhe një pjesë të njerëzve e ndalon. Interesant. Këtu autori i librit ka prunë një shembull shumë të mirë. Allahu xheleshanu i urdhëroi besimtarët me dalë në luftë, në xhihad. Kohën e pejgamberit alayhis salam. I urdhëroi sidomos në luftën e Tebukut. Me shku pse i thoshin Jayshul Usra, ushtria e varfër. Nuk atëherë muslimanët i ka plëni një varfëri e madhe. Edhe në Tebuku vëllezër është Jordan mo. Ati kanë qenë romakët e pejgamberi alayhis salam. I urdhëroi sahabët pse ato filluan me vra. Kush prej krishterëve e pranonte islamin, që ishin arab, e romakët e mbitshin, e varshin. Pastaj edhe disa që pejgamberi alayhis salam i çoi me letra, ato përsëri i vran romakët. E atëherë Muhamedi alayhis salam kjo tha është luftë. Na kanë shpall luftë, ama romakët ishin ushtria minimum e atyre animale ishte e numëronte 200.000 njerëz, 200.000 ushtar ato kishin. E pejgamberi alayhis salam kur e çoi ushtrinë e tij të parën në krye me Zeid ibn Haritha, a dini sa ka qenë musliman vëllezër, sa mendoni? 3.000. Tregojnë sahabët, thot një prej nesh i kishte rreth 70 vet, një sahabi. Se ato ishin 200.000, e muslimanët kanë qenë 3.000 vet. E atë luftë pejgamberi alayhis salam pastaj kur erdhi edhe një herë tjetër, i mobilizoi sahabët me dhon pasunie kështu me radhë. E Allahu xheleshanu urdhëroi për xhihad. Edhe në dalin edhe pejgamberi alayhis salam. Pastaj çka thot Allahu xheleshanu: "Walau aradu al-khuruj la'addu lahu al-'iddata, walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum." Një grup Allahu xheleshanu thot sikur ato erdhën te pejgamberi alayhis salam, thanë ja Rasulullah, edhe ne dona me luftu, edhe ne dona me ardh me marr pjesë. Allah thot sikur me të vërtet tishin ato të sinqert, edhe donin me të vërtet të luftojnë të hirtë Allahut, do të përgatiteshin ma herët. Ato kishin pas mundësi më përgatit. Por Allahu e urejti që ato të marrin pjesë, ajo grupe njerëzve. Walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum. Edhe një herë erdhën një grup të pejgamberit, ajo sa ishte numri i madh. Thanë edhe ne ja Rasul Allah do të vim. E Allahu sikur i thot Muhamedit alayhis salam, ti mos u kujdes për përgatitjen e tyre. Ai dosha të thonë nuk kam shpat, nuk i kam teshat e luftimit, nuk kam transport, hiç. Allahu i tha, ato atyre mos e vën. Sikur doshin atone, me të vërtet do të përgatiteshin. E Allahu nuk dëshiron që ato të mirëshin pjesë në luftë. Këto ishin vëllezër kush? Munafikët. Thot Allahu xheleshanu thot: "Wa ma zadukum illa khabala." Edhe sikur të mirëshin ato pjesë, do të bëshin fitnë në mesin e muslimanëve. Do t'i bonin musliman që ato të jenë pasif edhe jo aktiv. Do të ashtishin muslimanëve dyshimet e gjëja tjera, prandaj Allahu xheleshanu edhe ja tregoi pejgamberit alayhis salam rezultatin. Po, unë urdhëroj për xhihad, që të marrin gjithë njerëzit pjesë, ama nuk është e dobishme që këto persona të marrin pjesë në luftë bashkë me ju, pse do të jetë domi fitnja aktive shumë më e madhe se sa kush, se sa dobia. Prandaj Allahu xheleshanu vëllezër disa çështje edhe të këqive u ndalon, nuk u mundson ta bëjnë të keqen. Pse? Jo për hir që ato do të fundosen në xhenem, jo për ato, po për çka? Që ato ne do t'i pengojnë besimtarët më së tepërmi. Do të bëjnë fitnën më të madhe. E Allahu xheleshanu me vullnetin e tij çka? Nuk dëshiron që ato ta bëjnë. Edhe pse është mëkat, nuk dëshiron. Edhe këtu Allahu ja ndaloi këtij muslimanit çka? E ndaloi mos me arrit dinjo, edhe pse dinjoja nuk është keq, me pas kom qëllimin pasuri. Ki e ka pas qëllimin me bë pasuri, me ndihmu të varfërve, ama Allahu xheleshanu e diti që ki çka do të largohet prej ibadetit. Ne kena vëllezër për shembull, sa vëllezër për shembull, kur fillojnë mirën me dinjo, e ka pak, pastaj zgatën e më tepër, i zgjerohet atij pasuria edhe ai mo fillon ngadal
një herë nuk vjen në xhami me xhamat, pastaj rallon edhe ato, pastaj xhumojen e falen, herë falen, pastaj fillon të radhit të xhumojat, jo po 3 xhumoja, unë nuk i loj e kështu me radhë, edhe pastaj largohet nga ibadeti. E Allahu xhaleshanu te ai cili ka pas sinqeritet të ti duhet dhe unë ti të mbroj nga dynjoja, të mbroj nga epshit, të mbroj nga rrugët e shejtanit, edhe pse ti nuk e din një gjë të tillë. Dalim tash te një temë tjetër përsëri lidhje me këtë. Do të dalim te adlullahi wa fadlihi. Adl është drejtësia e Allahut dhe mirësia e tij subhanahu wa taala. Vëllezër, Allahu xhaleshanu robët ato njerëzit çka i dënon me çka? I dënon si rezultat i drejtësisë së tij. Prandaj thot autori i librit: "Faman sha'a minhum ila al-jannati fadlan minhu." Allahu xhaleshanu sikur dëshironte edhe ti mirë njerëzit pa i nxjerr fare në dynjë. Gjithë sa lindën ti grumbulonte edhe ditën e gjykimit. Thonte ju që kjo grup prej këtu do të hinin në xhenet e ju tjera do të hinin në xhenem. Allahu xhaleshanu këto do t'i futte në xhenet me mirësinë dhe drejtësinë e tij, edhe këto tjerët pa i bo llogari hiç Allahu xhaleshanu. Edhe sikur t'i futte në xhenem, do t'i futte përsëri sipas drejtësisë së tij dhe askujt nuk do t'i bonte, Allahu xhaleshanu nuk do t'i bonte pa drejtësi. Por megjithatë i qiti Allahu xhaleshanu njerëzit në dynjë, i sprovoi me punë të mira, me punë të këqija, ju dërgoj profet, ju zbriti libra, edhe këto sikur mos e bonte Allahu xhaleshanu. Thonte ju do të hinin në xhenet, ju grupi tjetër do të hinin në xhenem, këto në xhenet do të ishin sipas drejtësisë dhe mirësisë Allahu xhaleshanu dhe këto tjerët në xhenem çka do t'i fuste Allahu xhaleshanu sipas kuj, sipas drejtësisë, sipas adlit të tij subhanahu wa taala. Thot Allahu xhaleshanu: "Faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma." Ai i cili thot Allahu xhaleshanu punon vepra të mira duke qenë besimtar. Shiqoni vëllezër, shumë herë njerëzit apo kur priten pa marr parasysh për figurat njofshme apo shquara, ku ta diun, thot po ai ka punu vepra të mira ose ajo ka punu vepra të mira. Allahu xhaleshanu në Kur'an gjithmonë veprat e mira, amenu wa amilu salihat, kanë besu dhe kanë bo çka? Dhe kanë bo vepra të mira. Prandaj vepra e mirë pa iman tek Allahu subhanahu wa taala nuk pranohet si e mirë, nuk shkruhet sevap. Pa marr parasysh kush është, sa vepra të mira. Prandaj Allahu xhaleshanu ju pru muslimanëve një shembull të mirë në Kur'an kur ishin në Mekë. Atëherë tash emri ati personit nuk kujtohet, ka qenë kohën e xahiletit, ka qenë njeri i pasur dhe ka bo shumë të mira në kohën e xahiletit. Po edhe ai ka vdek, domethënë si mushrik, nuk ka vdek si musliman. Kur kanë ardhur njerëzit, ju ka dhënë me pi, ju ka dhënë me hong, ju ka dhënë pasuni, ashtu, edhe tash to mushrikët e Mekës fillon t'i thonë Muhamedit alayhi salatu vesselam, edhe muslimanëve çka, a ju mund të jeni më të mirë se filani që ka qenë, sa e ka qenë si shembull mesin e arabëve, gjithmonë e kanë marrë atë si shembull. Allahu xhaleshanu tha çka, a edhe ju fillonin muslimanët me debatu për këtë çështje, me thonë po, ama i me të vërtet ka qenë njeri i mirë. Allah thot asnjëherë nuk barazohet. Ai i cili ju ka dhënë haxhillarëve ujë, i ka strehu njerëzit pa kulm, ju ka dhënë pasuri të varfërve, i ka ushqyer, nuk mundet ai të pasurohet me atë i cilin ka besuar në Allahun xhaleshanu dhe bën vepra të mira. Prandaj Allahu xhaleshanu në Kur'an për herë para besimit ose mas besimit çka e ka shtu veprën e mirë. Amenu wa amilu salihat. Ka besu, pastaj ka bëu edhe vepra të mira. Prandaj veprat e mira pa iman nuk janë pranuara tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe imani pa vepra të mira zbehet. Shef të dija shkojnë bashkë. Të gjejë ngërshet njëna me tjetrën. Imani pa vepra të mira çka? Dobësohet, zbehet. Prandaj sipas ne ehli sunetit imani çka? Shtohet edhe paksohet. Imani shtohet, besimi shtohet me vepra të mira, paksohet me vepra të këqija, pastrohet me mëkate, pastrohet me gjinafe e kështu me radhë. Është një hadith e ka nxjerrë Ebu Davudi, ky hadith ka ardhur prej shumë sahabeve, por është mauquf. Mauquf çka është? Kur e ka thonë një sahabi një fjalë. E këtu prej atyre është Abdullah ibn Mesudi, Abdullah ibn Abbasi, është Ubadet ibn Samit. Këto janë gjithë ndalet hadithit e këto. Por vetëm një sahabi, Zeid ibn Thabit, e ka nxjerrë hadithin, e transmeton dhe thot
Këto unë e kam dëgjuar nga kush? Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thon Muhamedi alayhi salam: "Law anna Allah 'adhaba ahla as-samawati wa ahla ardihi la'adhabahum wa huwa ghayru zalimun lahum." Thot pejgamberi alayhi salam, sikur Allahu xheleshanu ti dënonte të gjithë banorët të qiellit dhe banorët e tokës, të gjithë, askujt prej atyre nuk do t'i bonte pa drejtësi dhe nuk do t'i bonte zullum. Sikur gjithë ti dënonte Allahu subhanahu wa taala. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khayran lahum min a'malihim. E Allahu xheleshanu thot, edhe sikur ti mëshironte Allahu të gjithë, asnjë mos futte në xhenet, në xhenem, të mbette xhenemi i shprazët, përsërish përblimi Allahut subhanahu wa taala do të ishte më i mirë se sa veprat e gjithë njerëzve. Edhe kjo është fakt vëllezër. A mendojmë ne se veprat tona janë barabarta me xhenetin? Nuk janë barabarta me xhenetin. Nëse flasim shikjo, në xhenet pse tham besimtarët hinë në xhenet sipas drejtësisë dhe mirësisë së Allahut? Pse e thon edhe këtë fjalë sipas mirësisë së Allahut? Nëse nuk ishte mirësia e Allahut, a dini si është drejtësia? Drejtësia është kështu, Allahu thot ti shikjo, ti ke jetu 80 vjet. 15 vjet unë ti heki. Nuk e qenë bilik ose 14 vjet. 80 minus 14. Ti ton jetën tonë, nëse ta llogariti gjumin, thot Allahu xheleshanu duhet të hek edhe një 30 vjet se ti ke flet. Duhet të hek edhe një 20 vjet tjera ti ke punu. E me ti hek le Allahu xheleshanu pi krejt këtive bruto, ti le neto 5 vjet, të çka drejtësi vlla. Hinë xhenet 5 vjet ka dhuru, ibadet ti ke vetëm 5 vjet. Edhe dil, kjo drejtësi. Ose Allahu xheleshanu ta përdor të këtë mënyrë, prej momentit që ke le, deri sa ke vdekje ke pas 80 vjet, 70, 90 vjet, e Allahu thonë hinë xhenet, kënaqur, shfrytëzoj ama sa vetëm 80 vjet. Kjo është drejtësi Allahu xheleshanu. Nëse flasim vetëm për drejtësi, ama hirja në xhenet është sipas drejtësisë, mirësisë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj çka tha Muhamedi alayhis salam, më gëzoni, tha mos mendoni se do të shtin veprat e juaja, vetëm vepra si vepër, do të jetë shkak që ju të hini në xhenet. I thanë edhe ti që ashtu, ja o i dërguari i Allahut, po tha edhe unë ashtu, nëse Allahu nuk më mbështjell mu, nuk më përfakon me mëshirën dhe mirësinë e tij, edhe unë nuk do të jem çka tha pejgamberi alayhis salam prej xhenetlive. Tregohet me një hadith tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, do t'i thot Allahu xheleshanu robit të tij, robi im, hi në xhenet sipas mirësisë dhe mëshirës time. Ki do t'i thot Allah, por Allah, ama sipas veprave të mia. Allahu xheleshanu thot sipas veprave tua, thot po, e Allahu ja merr vetëm mirësinë, dhuntinë e sinit, njonit si. Ja çet te njona one peshorës vetëm mirësia e sinit. Vëllazër, do të thonë, ne i kena në trupin ton mirësitë e Allahut që edhe vetë suni numrojmë. Por vetëm me njo, me mendu mirësia e sinit. Ne i kena disi, shikojmë me këto eci, me këto punojmë, bina me fleqona me disi, asnjëherë nuk na shkon mendja se me dash Allahu xheleshanu ti zgjosh edhe me sinin e majt apo djathin nuk sheh. Çfarë do të kishe bën në atë moment? Subhanallahu, gjithë shka ki e pasuri, unë e jap vetëm se me marrë për sërisini. Ose nëse ti merë Allahu xheleshanu të disit. Çfarë do të kishe dhon ti? Çdo gjë që e posedon, e kishte dhon kerin, e kishte dhon pasunin. Kishe hi edhe në borç, e kështu me radhë. Ose imagjino qohësh mëngjes komën e djathtë në vendon tokë. Nuk mund të ondesh komën e djathtë në tokë. Mund do të perendosh komën e djathtë, nuk mundesh, rëzohesh. E Allahu xheleshanu ti ja merr vetëm atë mirësinë, dhuntinë e sinit sa peshon. Kur atë e qet në njënën on të peshorës edhe sevapet veprat e mira, ma shumë peshon çka dhuntia e sinit. Ajo mirësia e shikimit të sinit. Prandaj këto mirësi thot Allahu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe sikur ti shikon, ti numroni mirësitë e Allahut, asnjëherë nuk do të kish pas mundësi çka ti numroni ato. Lezer janë dy gjëra që nuk na ka shku ndoshta mendja. A besoni se ne xhenemit i frigona edhe lusim Allahun xheleshanu thot pejgamberi alayhis salam, kush me sinqeritet 3 herë thot or Allah, unë e kërkoj prej teje xhenetin, 3 herë me sinqeritet, le ta din që Allahu ja mundson atij xhenetin. Apo nëse thot 3 herë, or Allah mbron mu nga zjarri i xhenemit me sinqeritet, Allahu xheleshanu e mbron nga zjarri i xhenemit. Inshallah Allahu na mbron gjithë nga zjarri i xhenemit dhe na mundsof xhenetin. Por a e dini se xhenemi vëllezër ka një mirësi dhe dhunti shumë të madhe? Mos t'ishte xhenemi, këto zullumqarët, këto njerëzit e këqij,
këto që i bëjnë pa drejtësi, këto që përpiqen njerëzve me aundzi jetën edhe kocin. Mos ishte xhenemi. Kur do t'i shifsh ti të kënaqet sini se jaç Allahu xheleshanu se si hakmerret me atë zullumqarin. Prandaj për mirësive të xhenemit çka është, kur ditën e gjykimit e ka treguar Allahu xheleshanu në Kur'an, do të them sipas kuptimit, dëshirojnë besimtarët të shohin ato persona që kanë qenë zullumqar. Thonë ja Rab, ku janë ato? Allahu xheleshanu thotë shikoni poshtë. Kur do t'i shohin ato në fund të zjarrit të xhenemit. Kjo është mirësia e xhenemit, i shes zullumqarët. Xhenemi ju vjen atyre hakut. A dini edhe është një mirësi tjetër vëllezër, edhe është urtësi e madhe, çka? Dalja e Ademit a.s. nga kush? Nga xheneti. Ademi a.s. që Allahu xheleshanu e nxorr nga xheneti, ne e dim atë tregimin, e dim gabimin. Por megjithatë, Allahu xheleshanu në Kur'an thot, Allahu dëshiron që ta shfaqe, ta zbulone për ju kush është i devotshëm, kush është i sinqert, kush bën durim, kush i përballon sprovave, sikur tishin gjithë njerëzit në xhenet. E Ademi a.s. mos e bonte atë gabimin. A do të dallosh kush është i mirë dhe kush është i keq? Kretë janë në xhenet, nuk ka sprova aty. Prandaj Allahu subhanahu wa taala edhe prej mirësive që ne kemi dobi të arrim kënaqësinë e Allahut, kush është tham, s'ka dyshim, xhenemin e i frigon xhenem, por iblisin cilin e krijoi Allahu subhanahu wa taala. Mos ishte iblisi, ne këto gjithë sevapet çka i marrim tek Allahu xheleshanu. A besojmë se i marrim? Po se ne thuna veprojmë, adhurojmë Allahun xheleshanu. Por ekzistenca e iblisit dhe familja e tij, pasardhësit e tij, neve na afrojnë më shumë tek kush? Tek Allahu subhanahu wa taala. Ne lexojmë Kur'an, thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ne him vetë para se me a'udhu billahi min khubthi wal khaba'ith. Vetëm kërkojmë prej Allahu xheleshanu me na mbrojt. Sa duaja. Shiqo, ne këto e urrejm iblisin, i urrejm shejtanët, ama nëpërmjet atyre, në atë kuptimin indirekt, ekzistenca atyre, friga jonë që mos me shku, me ndjek rrugën e atyre, ku shkojmë afrohen tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Është edhe një temë tjetër është, a mundet të argumentohena me kaderin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është një temë shumë interesant. Allahu xhelleshanuhu tregon për jo besimtarët kur ato ditën e gjykimit do t'i thonë Allahut subhanahu wa ta'ala. Se yaqulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna wala aba'una. Ato mushrikët çka i thoshin pejgamberit alayhis salam, mos dëshironte Allahu se ato pasaj ndëgjun prej Kuranit se ma tepër se gjithsa e Kuranit zbritin Mekë, çka i thon pejgamberit alayhis salam. Se yaqulu alladhina ashraku, do të thon, Allahu i ka tregu Muhamedit alayhis salam para se me thon, se yaqulu kanë me të thon, ato të cilët kanë bërë shirk, ashraku, law sha Allahu ma ashrakna wala abauna. Mos dëshironte Allahu, a thot Kur'an, wa ma tashauna illa an yasha Allah. Ju nuk mund ta bëni një vepër dhe të dëshironi vetëm nëse është vullneti i Allahut. Edhe këto i than, Allahu i thot Muhamedit alayhis salam, kanë me të thonë ato ti se mos dëshironte Allahu xhelleshan, mos dëshironte Allahu as ne që do të bënim shirk, kufër, dhe as prindërit tonë dhe stërgjishtrit tonë, edhe ata nuk do të bënin kufër dhe nuk do të bënin shirk. Allahu subhanahu wa taala i tha pejgamberit alayhis salam se kjo është gënjeshtër, mashtrim i atyre. Përse se ato akoma janë të gjallë. Ato e kanë vullnetin, ja u kalon Allahu xheleshanu dhe njerëzve. Edhe ne me dëshirën tonë e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Ne e thona po ne sundalim jashtë vullnetit Allahu xheleshanu. Po vullneti Allahut djetë të koshtë dhe dituria Allahu subhanahu wa taala. Atë vullnet, atë dëshirë që Allahu i ka shkru në Lauhul Mahfudh e ka shkru me çka? Me diturinë e tij. Allahu e ka ditë se ti do ta adhurosh Allahun. Allahu e ka ditë se ti do të shkosh në xhami dhe e ka shkru, ki do të shkon në xhami, ki do të agjeron Ramazanin, ki do të shkon hax, ki do të largohet harameve, ki do të jep zekat, do të jetë i mirë kështu me radhë. Allahu e ka shkru këto sipas kujt? Sipas diturisë së tij. Por interesant, këtu Allahu xheleshanu këtyre çka ju tha? Ju tha nuk ka të drejtë dikush të argumentohet me cilën? Me caktimin e Allahut, me vullnetin e Allahut kozmik, çka i thon, el irade kaunie. Po mirë, ne thona nuk pas ka drejt. Atëherë pse Ademi alayhis salam i tha Musës, kur u taku Ademi dhe Musa, besoj ju kujtohet hadithi, Musa alayhis salam u taku me Ademin
Dikush të ku më në taku. Po Musa a.s. Kështë sa vite, 5.000, 6.000 vite, Allahu alem ka ardhë, pas Ademit, vëllezër duhet ta dim diçka, se jeta e profetëve në varrin e tyre nuk është si jeta e njerëzve. Muhamedi a.s. ai takoi Ademin a.s. katin e parë të qiellit. Takoi pastaj çka? Takoi Idrisin, takoi Nuhin, pastaj takoi Jusufin, Musën a.s., takoi Harunin, Ibrahimin, e kështu me radhë. I takoi në qiell pejgamberi a.s. E tash mundsi ka që Ademi edhe Musa a.s. u takun, e pejgamberi a.s. thot u taku, thot Ademi, hadithi është sahih. U taku Ademi edhe Musa. Edhe Musa a.s. kur e pa përspari, tha ti e Ademi, tha po unë jam. A ti e baba jo, tha po unë jam. A ti tha e aj që na qite prej xhenetit? A me thonë shpun atash, Musa a.s. nuk preket të kaderi Allahut, ama të ata momente që ka bone dhe ishim nësot në xhenet. A din që ka tha Ademi a.s. A jetu po më akuzon për një çështje që mija vite Allahu e ka caktu para se me më kriju mu. Edhe këto, që ka tha Muhamedi a.s. Fahajja Adamu Musa. Ademi e argumentoj Musa, dhe më thonë ishte argumentet më të forta i kishte se Musa. Po ne thonë nga dalë, po këtu tash mushrikëve Allahu xheleshan tha mos mashtroni, mos rreni, këto janë rrenat e juja. Kur thanë ato kjo dëshira Allahut, vullneti Allahut, kaderi Allahut. Edhe Ademi a.s. këtu tha kaderi Allahut, e Muhamedi a.s. me miratoj, thë tamam që ashtu është. Dhe së në banja men, sa prej nesh për shemë ndoshta nuk ka qenë i udhëzuar. Ai person i cili pendohet dhe udhëzohet, ai mund të thote për të kaluar në ti, ai ka qenë caktimi i Allahut. Mund të argumentohet me caktimin e Allahut, pasi që pendohet. Po më thonë, ka e murëm këtë argument, çka tha Allahu, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alej. Pasi që e boni Ademi a.s. gabimin, a u pendu tek Allahu xheleshanu? U pendu. Këto mushrikët sikur të pendoheshin, mund të thoshin, po çashtu ka qenë caktimi i Allahut, përveç për veten. Jo edhe për ata që kanë vdek mushrik. Çashtu ka qenë subhanallahu caktimi i Allahut, alhamdulillah ne u pendum dhe u kthim rrugës Allahut subhanahu wa taala. Tash ti nëse e din dikon ka pi alkool e ka bo, a do të shkojë dhe thosh po ti atë kujtohet ke pi alkool e kështu me radhë. Masi që u ka penduaj, ai mund thotë po çka më bë. Çashtu ka qenë më herët, ka qenë caktimi i Allahut, edhe unë u pendova. Prandaj këtu në këtë rast Ademi a.s. pse tha caktimi i Allahut? Për arsye se ai u pendu dhe ai e kishte cilën qëllim caktimin e Allahut, e kishte atë caktimin e Allahut, e kishte për qëllim, e kishte vullnetin e Allahut të xhelleshanu, jo sheriatik sipas fesë, se Ademi a.s. kur e boni gabimin, çka tha? Fa asa Adamu rabbahu. Ademi e kundërshtoi Zotin e tij. E këtu Allahu xheleshanu e ju bë qefi kur boni Ademi a.s. gabim. Sipas fejes Allahu xheleshanu që e ka zgjedh për njerëzimin, Allahu s'ju bë qefi se Ademi a.s. boni gabim. A sipas dëshirës së tij universale, ajo e boni sipas dëshirës Allahut, ai ishte vullneti i Allahut. Allahu e kishte shkruar një gjë të tillë. A më sipas fejes, çka i tha Ademit Allahu? Wala taqraba hadhihi ash-shajara, në aspekt sheriatik. Mos shko ke kidru. Edhe pse e diti Allahu që Ademi ka me hong prej, edhe gruaja e Hava kanë me hong prej asaj pemës. Ama sipas fesë Allahu në mënyrë fetare i këshilloi, mos me shku prej atij. Te ai druni. Mos me afro, jo mos me hong, mos afrojte ajo pemë hiç as pak. Kjo sipas fesë. Allahu i thot robëve, largoheni haramit. Nëse robët e tij bëjnë haram, Allahu çka hidhrohet. Kjo sipas fesë, dëshirës fetare. Ama dëshirës universale, kozmike, ajo ndodhen sipas caktimit Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe Ademi a.s. kur e boni gabimin, Allahu nuk ju bë qefi. Asa e kundërshtoi, diçka thotë ai asa kur e kundërshton urdhrin e Allahut. Po pastaj kur u pendua Ademi a.s. Allahu çka? Allahu atëherë ishte dakord ndaj Ademit a.s. Kaq për sot vëllezër, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.